Teleshikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24. Sot është dita e mërkurë, data shënon 12 mars 2025, është dita e 71 të vitit, deri në përfundim të këtij viti kanë mbetur dhe 294 ditë të tjera, 294 mundësi për gjithë ju për të realizuar objektivat që i keni vënë vetes. Ne nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vijuar më pas në pjesën e dytë me telefonatat dhe në pjesën e tretë me hapësirën e ekspertit që sot do të jetë në studio mjeku gastrohepatolog internist Gerald Kola. E nisim fillimisht me panoramën. Sot afati i fundit së listat finale të kandidatëve përballja PDPS në 12 qarqe. Gara për deputet, sot është afati i fundit që ka në dispozicion partitë dhe koalicionet që do të hyjnë në zgjedhje më 11 maj. Për këtë arsye, pritet që ato të dorëzojnë ditën e sotme në KQZ listën e plot të kandidatëve në 12 qarqet vendit. PD-ja njoftoi se sot do të mbledh në orën 16 kryesin për të miratuar listën e kandidatëve të koalicionit Alianca për Shqipërinë Madhështore. Më pas në orën 19 do të mblidhet Këshilli Kombëtar për të miratuar në parim listën, ndërsa PS-ja do të mbledh kryesin në orën 7 të mbrëmjes për të përcaktuar po ashtu listën përfundimtare. Në faqen 3 gjeni materialin e plot. Kryeartikulli i Panoramës: Ceno Klosi në listat e sigurta me mbështetjen e Ballukut, Koçi. Kush ka probleme me drejtsin të mos kandidoj. Mos postuan. Deputeti i Partisë Socialiste kritikon tentativat që të importohen në garën e 11 majit në listë të sigurt persona që po hetohen nga SPAK. Në faqen 2 materialin e plot dhe deklaratën e deputetit Petro Koçi. Tituj të tjerë nga Panorama. Velia i kërkon liri në apel, sot vendimi, SPAK prova të reja ndaj Kryebashkiakut. Çfarë ndodhi në seancën maraton në apelin e GKK-s? Pse ju refuzua konsulenti amerikan? Në faqen 5. Masat TikTok mbyllet nesër, urdhri për kompanitë e internetit. Në faqen 7. Tabela kredit buta për shtëpi, thirrja për administratën. Si do të ndahen? Në faqen 9. Takimi në Arabi, Ukraina pranon armëpushim 30 ditor, SBA rikthen ndihmat për Kievin. Pas 8 orësh marrëveshje në Arabinë Saudite. Në faqen 19 materiali plot dhe detajet nga takimi. Erdhi nga Austria në Tiranë për të shpëtuar nazistëve, historia e mjekut hebre që u vet varë në litar pas torturave. Ngjarja e rëndë më 1973. Materiali në faqen 15. Hapësira opinion. Redi Shehu nuk ka vetëm një sherif të ri në qytet. Në faqen 17. Aladin Stafa, Europa në kërcënimin e shpërbërjes. Po në të njëjtën faqe, ndërsa Sajmir Demi shkrua në faqen 16, shekuj në pandemi. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Panorama për ditën e sotme. E gjeni në çdo pikëshidhjet gazetave në vend. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, me gazetën Telegraf, shohim titujt kryesor të saj. Vota e emigrantëve, 5 qarqet ku mund të ketë më shumë ndikim. Rreth 246.000 shqiptar me vendbanim jashtë vendit u regjistruan për të votuar me postë. Në qarqet e Tiranës, Beratit, Vlorës, Lezhës dhe Fierit, vota e emigrantëve pritet të ketë një efekt elektoral. Në zgjedhjet e 11 majit në Tiranë do të dalin 37 deputet dhe ekzistenca e numrit nuk e bën garën edhe më të fortë. Në Berat në 2021 PS mori 56% të votave që konvertohen në 4 me 3 deputet. Por për mungesë të koalicionit opozitar mori 71% mandateve, 5 me 2, që do elinte PS-n me 70 mandate. Po të llogarisim edhe Korçën, Durrësin dhe Dibrën, e Majta nuk merrte më shumë se 66 mandate. Faqet 6 dhe 7, materiali i plot. Paratë e USAID-it dhe Sorosit deformuan drejtësinë e re. Ekspertia çështjeve ndërkombëtare shpreh se rilindja me mbështetje të Sorosit dhe patronazhimit të tij në SBA e ktheu Shqipërinë në një vend në shërbim të tij dhe rrjeteve kriminale të lidhura me kartelet e drogës. Dëshmia në Kongresin Amerikan, O'Neill, Soros e zgjodhi Shqipërinë si rast prove për operacionet e tij.
Burimet e mia tregojnë se George dhe Alex Soros se kanë zgjedhur Shqipërinë si rastin e parë të eksperimentit për paratë dhe operacionet e qeverive në Europën lindore. Faqet 3 dhe 4, materiali i plot. Shohim tituj të tjerë. Flet profesor Lush Susaj, bujësia është ajo magazine e njohur pa derë, pa qati e pa dritare, kur çdo politikan dhe oligark ngroh xhepin e tij. Në faqen 9. Frank Shkreli ish drejtori VOA-s me kalimin në amshim të Ahmet Qeriqit, Kosova dhe mbarkombi shqiptar ka mbetur pa frymëzuesin e çështjes kombëtare. Raporti Kesh blen energjinë sa frangu pulën 15 milion euro në një muaj, teksa hecet private e përdorin për prodhim bitcoini. Në faqen 8. Sot vendos kryesia e PS-s, ja kush janë 34 ligjvënësit e rinj socialistë dhe drejtuesit që do garojnë për rreth 28 vende. Dorhiqet zyrtarisht Malaj, Peçi dhe Demo, tre kryebashkiakët do kandidojnë si deputet në 11 maj. Edi Rama në mandatin e 4 do të përmbyllim transformimin e shëndetësisë QSUT me kushte ekselence europiane. Dosier nga Çano Nora. Historia e Bazomarit, kushëririt e Enver Hoxhës që soqi dorë nga bindjet nacionaliste edhe para skuadrës së pushkatimit me urdhër të Enverit. Si e hodhën varë me 4 të tjerë në një grop në Berat dhe si e gjetën vitin 1993, kafkën e kokës së tij të prerë, disa metra më tutje. Ata të dy nuk do t'i bashkonte vetëm fëmijëria në Palorto dhe Sokakun e të Marrëve, por edhe Parisi ku kryenin studimet. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Telegraf për ditën e sotme. Ne do të zhvendosemi tani te një tjetër gazete për ditëshme, është radha e Gazetës Fjala. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Listat e deputetëve, PS dhe PD mbyllin kryesin, mbledhin kryesin, në fund vendos Rama dhe Berisha. Ditën e sotme, dy forcat kryesore politike, PS dhe PD, do të paraqesin listat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 11 majit. Kush pritet jenë në listën e mbyllur, që i bën deputet pa u munduar dhe kandidatët në listat e hapura, që duhet luftojnë për të siguruar vota personale. Edhe pse emrat e kandidatëve do të shqyrtohen nga kryesia e dy subjekteve kryesore politike, në fund do të vendosin kryetarët Rama dhe Berisha. Faqen 2, materiali i plot. Vizita Rute qetëson Kosovën, SBA-ja është e përkushtuar në NATO dhe KFOR. Kreu i NATO-s, Mark Rutte, zhvilloi takim zyrtar në Kosovë, ku u prit nga presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti. Mesazhi i sekretarit përgjithshëm Rutte jep shpresë për Kosovën, pasi u shpreh se SBA-t janë përkushtuara për të vijuar praninë në trupa ushtarake. 12 mars 2003, Zoran Gjinxhić, vrasja e kryeministrit serb pas qëndrimit të tij për Kosovën, nga Leonard Veizi. Analiza çlirimi i Kosovës dhe Enver Hoxha, nga Spartak Ngjela, dhe koment: në Rumani e djathta ekstreme ringjall fantazmat fashiste. Këto ishin titujt kryesore dhe nga Gazeta Fjala për ditën e sotme. Do të shohim tani një tjetër gazetë të përditshme, gazetën Dita dhe titujt kryesor të saj. Nëse prova e re e SPAK për Veliajn është misja me mua, është provë shumë e vjetër. Nga Mero Baze, prokurorët duhet ta fitojnë betejën për drejtësi, jo duke shkelur mbi lirinë për të shprehur mendimet tona në shtyp, por mbi aftësinë e tyre për të hetuar një çështje kriminale. Këtë nuk ua kompensojmë dot nëse nuk e kanë. Kryeartikulli i ditës redaksionale. Një përgjim i pështirë, 2 prokuror dhe media. Një përgjim i pështirë nga vrimë e Çelësit Burgut nuk mund të fshet disa të vërteta që flasin më shumë se i burgosur Jerion Veliaj. Përse kanë frikë nga media 2 prokurorët e SPAK-ut? A janë këta prokurora i ka e akuzës shqiptare?
Çështja Veliaj në zhvesh nga një miti rem 2 pishtarmbajtësit e Spakut. Tituj të tjerë për të mos harruar Shaqir Vukaj për 12 marsin dhe për vjetorin e vitit të mbrapsht 1997, si ministër i mbrojtjes në qeverinë e pajtimit kombëtar, kam dikur shumë nga ato që janë shkruar e thënë për atë periudhë. Kohët e fundit lexova dhe librin e ish shefit shtabit përgjithshëm. Arkiva zbuloi dokumenti sekret për objektin e madh nën toksor të Ministrisë së Brendshme. Shtator 1979, objekti sekret do të ketë 40 dhoma, 3 për udhëheqjen, 5 sigurimi, 3 hetuesia e të tjerë. Tituj të tjerë nga Gazeta Dita. Rezultatet, sondazhi, nëse zgjedhjet mbahen sot, për kë do votonin shqiptarët, cili politikan pëlqejet më shumë 2 muaj përpara zgjedhjeve të 11 majit. Në faqen 6. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Dita për ditën e sotme. Do të zhvendosemi tani te një tjetër gazete e përditshme, është radha e Gazetës Sot. Shohim titujt kryesor të saj. Maga shkatron strategun e fushatës së Sali Berishës për zgjedhjet e 11 majit, Krislet Civita, në qendër të sulmeve nga baza e Donald Trump. Ethet e kandidimit mbërthejnë Selim Blu, Berisha vendos sot për emrat që do të garojnë në zgjedhjet e 11 majit dhe ju jep goditje fituesve të primareve. Meta sulmon nga burgu kreu në PD-s për paktin e 2008-s me Ramën. Ja kush është krau i djathtë i Sali Berishës në Partinë Demokratike që financohet nga Soros, Altin Goxhaj zbardh detajet e forta. Në faqen 5. Altin Dumani dhe Dado fundosin Erion Veliajn, plotësojnë dosjen me përgjime ambientale dhe telefonike që rëndojnë pozitat e kryebashkiakut, nga takimet me gazetar, deri te presionet ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. Apeli i GKK-s sot vendos fatin e tij. Belinda Balluku drejt prangave, dosjet e aferave ku është implikuar ministria drejt përfundimit, avokati zbulon se SPAK ka sekuestruar telefona, kompjutera dhe dokumentacione që fundosin zëvendësen e Edi Ramës. Si Edi Rama po shkatron historinë me manipulator dhe falsifikator, ja kush është ushtari i kryeministrit në krye të ISKK-s, që po njollos lanchin dhe glorifikon ballistët. Skandal si Sali Berisha dhe Edi Rama bashkuan votat për të shkrirë Këshillin e RTS-s dhe për të zgjedhur drejtoresh Mikeshën e Linda Ramës. Zgjedhjet e 11 majit dorëhiqen kryebashkiakët socialist të Beratit, Matit dhe Tepelenës. Petro Koçi refuzon listat e hapura dhe hedh akuza ndaj leadershipit të PS-s. Rama vendos sot se kush do të jenë kandidatët zyrtar, ja emrat që qarkullojnë në faqen 2. Në datat 13, 14 dhe 15, si dhe 16 mars, komedia e mrekullueshme Groja e Burritim në Teatrin Eksperimental Turbina. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Sot për ditën e sotme. Ne do të zhvendosemi tani te një tjetër gazete e përditshme, këtë herë e përditshmja më e madhe sportive në vend, Panorama Sport, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Vari lëvarur Tiranën. Kryeqytetasit lodhen kot, Shkëndijat e Vllaznia, Balaj nuk pëlqen zëvendësimin. Teknologjia anulon 2 gole në klasike, Bardhe Blu të rrezikojnë superioren. 0-0 është mbyllur takimi mes Tiranës dhe Vllaznisë, ndërkohë që janë luajtur dje edhe 2 takime të tjera përveç Tirana-Vllaznia, të vlefshme për javën e 29. Laçi Eknatia 1-1 dhe Teuta Elbasani 0-0. Teuta Elbasani mbyllet remi, por në Durrës bizotron frika e dështimit sezonal. Laçi Eknatia Rogozhinasit ngeci në Kurbin, vendasit mbeten në zonën e ftohtë. Detajet e takimeve të djeshme, analiza dhe çfarë ka ndodhur në 3 takime i gjeni në faqen 2 deri në faqen 5 të Panorama Sport të ditës sotme.
Daku, shqiptarin e refuzojnë të mëdhat, është politikisht i papërshtatshëm për rusët. Në faqen 10. Blonjati Devi Bregu, SMS Silvinjo Suroj, ti ketë pëlqyer ndeshja. Të kuqt takimet me fotofinish, demat shpëtojnë 9 pikë. Basket për femra, Liga Unike, Partizani eliminon Tiranën në frymën e fundit. Në faqen 11. Parashikimet 1x2 në Panorama Sport, ndeshjet e sotme, në faqen 24. Liga e kampionëve, hakmerret Paris Saint-Germaini, Liverpooli e bën dramë. Kualifikimet Interi e Bayerni nuk falin, tani do sfidohen bashk. Spanjollët, Barcelona e merr seriozisht, derbi premton spektakël. Titulli i fundit vjen nga Italia, valsi i pankinave, Allegri Kuqezi dhe Pioli drejt Juves. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe sportive në vend, Panorama Sport. E gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në Shqipëri. Ne do t'i rikthehemi tani edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Sot afati i fundit, listat finale të kandidatëve përballja PD-PS në 12 qarqe. Gara për deputet, sot është afati i fundit që ka në dispozicion partitë dhe koalicionet që do të hyjnë në zgjedhje më 11 maj. Për këtë arsye, pritet që ato të dorëzojnë ditën e sotme në KQZ listën e plot kandidatëve në 12 qarqet vendit. PD-ja njoftoi se sot do të mbledh në orën 16 kryesin për të miratuar listën e kandidatëve të koalicionit Alianca për Shqipërinë Madhështore. Më pas, në orën 19 do të mblidhet Këshilli Kombëtar për të miratuar në parim listën, ndërsa PS-ja do të mbledh kryesi në orën 7 të mbrëmjes për të përcaktuar po ashtu listën përfundimtare. Në faqen 3, materiali i plot. Artikulli i Panoramës për sot, Ceno Klosi në listat e sigurta me mbështetjen e Ballukut, Koçi, kush ka probleme me drejtësinë, të mos kandidoj. Mos postuan, deputeti i PS-s kritikon tentativat që të importohen në garën e 11 majit në listë të sigurt persona që po hetohen nga SPAK. Faqen 2, materiali i plot. Velia i kërkon lirinë në apel, sot vendimi SPAK prova të reja ndaj kryebashkiakut. Çfarë ndodhi në seancën maraton në apelin e GKK-s, pse ju refuzua konsulenti amerikan? Në faqen 5. Masat TikTok mbyllet nesër, urdhri për kompanitë e internetit. Tabela kredit buta për shtëpi, thirrja për administratën, si do të ndahen? Në faqen 9. Takimin Arabi, Ukraina pranon armëpushimin 30 ditor, SBA i kthen ndihmat për Kievin. Në faqen 19. Ngjarja e rëndë më 1973 erdhi nga Austria në Tiranë për t'i shpëtuar nazistëve. Historia e mjekut hebre që u vetvar në litar pas torturave. Hapësira opinion. Nuk ka vetëm një sherif të ri në qytet, shkruan në Redisheu në faqen 17. Po në të njëjtën faqe, Aladin Stafa shkruan Europa në kërcënimin e shpërbërjes. Dërsa opinioni i fundit vjen nga Sajmir Demi në faqen 16, shekuj në pandemi. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe shqiptare, Gazeta Panorama, e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend. Ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, pjesën e 2 telefonatat, në pjesën e 3 eksperti, mjeku gastroepatolog dhe internist Gerald Kola.